Nuk e është paraqit në SPAK. nuk e di. Jo ma i ndryshimi rrëndësor. Ishte lënë në Harres nga 8 vite qeverisë e qeverisë Berisha, bini njerëzit në përpuseta dhe nuk i gjenin. Bini në përpuseta, rob dhe nuk e gjenin. 3 ditë kishte rarë në përpuset. Dhe sot kemi një Shkodër e drejtuar nga kryebashkiaku Zoti Beci. Nga ekipi, super ekipi Partisë Socialiste që drejtohet nga djemë dhe vajza të reja, një risi ndër vite, ku janë emra djemë dhe vajza të reja një mosh mesatare 29-30 vjetë, dhe përballë keni kortezhin e politikës vjetër që e ka quar Shkodrën në mjerim i qasen vetëm vargjet e Migjenit. Vargjet e Migjenit karakterizojnë listën dhe ekipin e Partisë Demokratike. Osmani, cila është sfida e partive të reja, ku futerin dhe ju? Sfida jonë. Sfida juaj, jo vetëm ju, po e partive të reja në përgjithësi. Jo, ne jona do flasim se si jemi gjithë me tjerë. Ne sonte për herë të parë dalim televizor. Se e kanë caktu këta kush është opozit, kush është i ri, kush është i vjetër, kush është me Ramën, kush është me Berishën, e caktojnë gjithë regjia qendrore. Pra, ne sonte jemi për herë të parë këtu, si parti, sepse u futëm me dhunë brënda. U futëm me 6.500 vota. U futëm me dhunë. Për ndryshe nuk njohin fare, këta e përcaktojnë kush është opozit, kush është... E kalojmë, sfida jonë është që të mbrim tek shqiptarët. Ju mediat që jeni pushteti i 4, në qofë se bëni palë me popullin, na e hapni derën të themi dhe në fjallën tonë. Kemi një sfidë të vetme, të mbrim të shqiptarët. Nuk ka një shqiptar që na refuzon sa herë bie në kontakt me ne. Këta të vjetrit thonë ne jemi miliarder, do i nxjerrim nga loja se si pysim, i heqim, i zhdukim, ja vjedhim votat. Ky thot, ata janë të Ramos, ata thonë këto janë të Berishës. Pra, këta bëjnë biznes bashkë dhe ne jemi ose të Ramos ose të Berishës. Këta bëjnë kulla, ne jemi të Ramos. Këta bëjnë biznes, ne jemi të Berishës. Am kupton? Këta kanë 34 vjetë. Shqiptarët duhet ta kenë parasysh. Ose i japin dorën njerëzve që e duan këtë vend, këtë komp, të shkollum, të arsimum, me integritet moral, politik dhe karakterial, ose do të zhduken si komp. Ke besim të shqiptarët? Unë kam besim, po i mbritëm. Ne do kemi 1 muaj gjysmë për para, do t'i shkojmë fshat, në katun, dhe do t'i takojmë dhe do t'i flasim sy për sy, do t'i themi, na jepni mundësi. Na jepni mundësi. E kuptova, se do të gazboj Besardi se përdore termin sy po. Shiko. Nuk e vë njëri ndyshim që jeni një forcë që nuk ka lidhje me 2 partit të mëdha. Podcastin fare, këta kulla me njëri tjetrin. Këta bëjnë kodin zgjedhor me njëri tjetrin. Këta vrasin partit me njëri tjetrin edhe ndërtojnë alibisi kur kërshtim. Këta janë shkatrimtarët e këtij kombi, nuk i sheh dot njëri me sy. Kam 37 ditë në zemër Tiranës, mbledh firma, Kreshnik janë të neveritshëm, do t'i poshtrojmë, do t'i shtypim, do ja grizim fletën, nuk i shojnë do të me sy. Ta shohem në 11 maj. Ta bëjnë aludime si kur unë jam i ranë. Qiko, në ata... Të lutem, zdo njëri ishtë në politikë. Ta kanë detyrë. Zote Osmani. Ta mojnë zdo kënd që me ndonë kundër këtyre. Po t'in shqiptarët se kush jam. Ta janë monizëm. Jo, nuk kam minuta. Mirgit, lutem se kam... Shoku Sali nuk i shranjohë ta jo sekretaritar. Edhe këto me dormë. Oke, Mirgit, faleminderit. Osmani, besoj do jeni në këtë studio deri në fund fushatës që s'është problemi këto. Nuk e regjia qendrore. Që regjia... Ja, këtu e prishe. Jo, nuk e prishe. Këtu e prishe, pra. Nuk e prishe. Po s'm ka thënë, kush më tha mua që më të ftoj sot? Unë habita që jamër. Po jo, po the regjia qendrore. Po ç'është kjo regjia qendrore që the? A regji qendrore më kanë 2 muaj. Po s'është me regji, mo. Kanë 6 muaj që thonë që ata 4 janë të rritë. Prania, po lemo, shiko, unë ta shpjegoj pak, nuk të kam vënë në foto këtu se ti në studio, po unë e kam dhënë ja digjiturën. Nuk e kisha për sot. Dakord. Kanë 6 muaj mediat e Tiranës që promovojnë vetëm ata 4 si të ri. Edhe ata janë, edhe ju jeni. Ta që ndërtojnë kulla me Ramën, thonë unë jam i Ramës. Të lutem, prania juaj tregon që s'ka regji. Një sekund pra, kur dalte protesta këtyre që kishte nevojë
non grata me zbardh faqen, që mori figura tjera, dinte me robazja i atyre dhe thote Krishtik Osmani është berishist. Këta janë miliarder, e kanë rënu këtë popull, e kanë shpartallu, e kanë spopullu. Këta thotë, me robazja thotë Krishtik është berishës, ky thotë është i Ramës. Oke, faleminderit zotë Osmani, nuk kam më minuta, do ta përshëndes dhe Krishtik Spahiu, Krishtik